E dyta është diskutimi për energji që bëhet në Kosovë. Do me thonë, na realisht shpesh më krijohet përshtypja që mendojmë që jetojmë në ishuj. Po, Kosova, për shembull kur i dëgjon në politikë bërje dhe në diskutim për politikë publike dhe zhvillim të sektorit energjisë dhe mundësisë për me zhvillu energjinë, krijohet përshtypja që shpesh nuk e kuptojmë zotimet që i kemi marrë. Për shembull, Kosova është nënshkruese marrëveshjes së Parisit për uljen e emitimeve të dioksidit të karbonit. Kemi nënshu marrëveshjen e Sofjes, e cila gjithashtu mirret me zotimet tona, dhe me agjendën e gjelbërt. E në anën tjetër, çdo ditë flasim për ndërtimin e një termocentrali 3 me qymer. A prej një janarit këtij viti, na jemi pjesë ose na është vendos taksa e karbonit. Që do të kishim vetë politika të brendshme, ndoshta vendosjes taksa. Tash kur të fol për energji ti thu okay, qysh e trajtojmë mjedisin këtë drejtim? Çka i bën ky eksploatim ekskavimi qymyrit në aspekt të shëndetit? Keni parasysh, sipas Bankës Botërore, kostoja e këtij veni për shkak të ndotjes së ajrit në jetë njerëzish është jashtëzakonisht e madhe. Dhe do me thonë, kur të flasim për të ardhmen, nëse në një anë hapësirat në qytet i kemi shëndruar në beton, në anën tjetër industrinë dojmë me furnizu me energji e cila ka mu taksu dhe ka fillu mu taksu e vjen prej qymyrit. Dhe pse kem pasuri nëntoksore, qymyr, dhe në anën këtë në fund atje, flasim për një lloj shme thonë, zhvillimi kështu të gjithëbashkëm shoqëror, atëherë shohim që ka kontradikta në mendim dhe që mjedisi ose qëndrueshmëria mjedisore lidhet me këto tema. Nuk mund të flasim për qëndrueshmëri mjedisore nëse qytetet i degradojmë me beton, energjinë e zhvillojmë me qymyr dhe hapësirat tjera të cilat i kemi në dispozicion nëse mjedisin tjetër në këtë rast biodiversitetin e shkatrojmë me lumenjt në Kosovë deri në çfarë gjendje janë. Po për këtë pjesë besoj që do të keni musafir tjerë. Kështu që flasim për qëndrueshmëri mjedisore, duket tokfjalë i bukur, interesant. Shpesh i përdorën politika publike, plane zhvillimore. Absolutisht, por përkthimi në realitet është e kundërta e saj. Edhe kështu që ka një kohë që unë personalisht angazhohem për me ndru këtë paradigmën zhvillimore, për me kuptu që e ardhmja është, do me thonë e gjelbërt, fatkeqësisht për ata që mendojnë që e ardhmja është ndërtimi dhe degradimi, ndërtimi me qymër dhe degradimi i qytetit, unë besoj që është e kundërta. Na jemi në kontinent evropian, flasim për bashkim evropian, flasim për bashkangjitje në bashkim evropian, ambicia jonë reale politike tjetër s'mundet me qenë, sepse jemi në atë kontinent, e pra, atëherë dhe politika tona publike dhe zhvillimore, duhen me qenë në përputhje me agjendën e gjelbërt dhe agjendën e bashkimit evropian. Shihe, agjenda e gjelbërt, fjali të fundit, agjenda e gjelbërt nuk është më një fjali e bukur, është edhe parakusht ekonomik. Për me shit mall në Evropë, duhesh me plotësu do kushte këto të si më thon ambientale. Për ndryshe taksohesh më një. Për ndryshe taksohesh ose edhe nuk lën hiç me hintek.